Ish aktori i spektaklit Portokalli Rezard Veleshnja është marrë i pandehur nga prokuroria e Durrësit për akuzën e mashtrimit vepër penale. Kjo e parashikuar nga neni 143 fraksion 1 i kodit penal. Për gati një vit hetime, prokuroria e Durrësit konstatoi se aktori Veleshnja ka kryer veprime mashtruese ndaj shokut të tij me iniciale TT, të cilit i ka marrë makinën në mirëbesim dhe më pas ja ka shitur kundrejt një çmimi prej 2 milion lekë të vjetra. Mediat kanë mësuar se rasti tashmë po trajtohet në gjykatën e Durrësit nga gjyqtari Recep Bekteshi, i cili në 30 qershor 2026 ka planifikuar zhvillimin e seancës së radhës ndaj të pandehurit Veleshnja. Lidhur me këtë çështje penale me numër 2463, policia dhe prokuroria e Durrësit në muajin dhjetor 2024 urdhëruan arrestimin e Rezard Veleshnjës, por pas ndalimit dhe daljes së tij para gjykatës penale, u vendos që aktori të hetojë në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Sipas dosjes hetimore, Rezard Veleshnja ja ka marrë makinën një miku të tij në mirëbesim dhe ja ka shitur dikujt tjetër për 2 milion lekë të vjetra. Pronari i mjetit me iniciale TT ka bërë denoncim në policinë e Durrësit, duke sjellë më pas nisjen e një dosje penale në prokurori me numër 2463, ku subjekti i saj ishte pikërisht aktori i humorit Rezard Veleshnja. Tashmë çështja është në fazën e gjykimit dhe pritet që shumë shpejt gjyqtari Bekteshi të dalë me një vendim përfundimtar rreth kësaj çështjeje. Ndërkohë nga ish aktori i Portokallis me anë të një postimi të bërë në dhjetor 2024 në rrjetet sociale ka dhënë versionin e tij se si qëndron e vërteta rreth makinës që dyshohet se ai ja ka marrë një personi përmes mashtrimit dhe e ka shitur për 2000 euro. Veleshnja tha se automjeti kishte humbur, ndërkohë që ai thjesht e ka përdorur dhe sipas tij, sot e kësaj dite është gjetur se kush e ka pasur. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.